Ju përshëndes të nderuar teleshikues dhe adhurues të basketbollit. Jemi me pamje në palestrën Shani Nushi në Gjakov, ku janë emocionet e Ligës Unike, të cilat do të na përcjellin gjatë kësaj mesjave në basketbollin kosovar dhe atë shqiptar, një ligë e cila po merr ta themi fundin e saj se përket sezonit të rregullt. Do të jemi me sfidën Beslidhja Vllaznimi, por shemë edhe rosterin e skuadrës së Vllaznimit i kompletuar pas rikthimit të lojtarëve të cilët normalisht e bartin ta themi atë barën kryesore të skuadra e Vllazimit, e cila po kalon në një formë shumë të mirë sa përket Ligës Unike dhe do të thonë që blindoi vendin e parë në grupin A. Po shem edhe rosterin e skuadrës Beslidhjes, e cila
Deri më tani ka arritur 4 fitore dhe 1 humbje, ashtu sikurse vllazimi dhe janë liderët të grupit A, ku janë 4 skuadra krahas këtyre 2 skuadrave dhe Bashkimi dhe Teuta pjesëmarrëse. Normalisht një përballje direkte 2 skuadrave që po luftojnë për vendin e parë, andaj do të jetë shumë interes të madh shohim se si do të paraqiten këto 2 skuadra. Poloshka Gjitobo, rikthimi Helms dhe Anderson e Azemi, që do të përbëjnë peshë startuese për skuadrën e vllazimit. Prodani si kapiten, Wikis, Hajdari, Hysa dhe Garrick, që do të startojnë për skuadrën e Beslidhjes, e cila nisi realisht ligën unike me një fitore të madhe ndaj skuadrës Bashkimit për të fituar pastaj ndaj skuadrës Teutës, teksa ndeshjen ndaj vllazimit e humbi realisht në Shqipëri me rezultatin 89-80. E 3 mirë po arriti të këndellë përsërimin e fitore ndaj Bashkimit dhe duke fituar edhe për të dytën herë ndaj Teutës. Afrim Bilali, trajneri i skuadrës Beslidhjes, teksa për vllazimin normalisht Jeronimo Shari, një prej trajnerëve për momentin këtë vit më të vlerësuar me punën e shkëlqyer që ka bërë të skuadra e vllazimit, e cila po bën realisht mirë edhe në Superligën e Kosovës në basketball, ku pavarësisht rezultateve të fundit që nuk kanë qenë ndoshta më pozitivet, skuadra e vllazimit me 1 fitore dhe 12 humbje vazhdon luftën e saj për play-off. Për momentin është në vendin e 5, vetëm një ndeshje më pak se sa Peja, mirë po që lufta ka filluar të bëhet më interesante në Prokredit Superligën e Kosovës në basketball. Gjithsesi, rikthemi emocioneve të Ligës Unike me vllazimin e cila humbi në vetme ka ndaj Bashkimit në këtë garë. Ishte ndeshja që zhvillua edhe në kuadër të Prokredit Superligës edhe në kuadër të Ligës Unike në Prizren, u pash me rezultatin 84-73, teksa ka arritur të mposhtë në ndeshjen kthyese, ta themi, Bashkimin dhe të mposhtë 2 herë Teutën për ta lënë pra me 1 fitore vetëm ndaj Beslidhjes. Kjo do të jetë pra ndeshja e dytë, përse këto 2 skuadra do ta zhvillojnë pikërisht në palestrën Shani Nushi. Edison Gjoni, Artangashi dhe Fatjon Malem do të jenë tresha gjyqtarëve që do të gjykojnë takimin e sotëm, 2 nga Shqipëria dhe Artangashi nga Kosova, në një formacion në mix të gjyqtarëve, ashtu siç ndodh tash disa vite sa që zhvillohet Liga Unike, e cila në këtë edicion është zhvilluar në një format ndryshe nga që kemi mësuar ta shohim viteve të fundit dhe problematikës realisht të zhvillimit të kësaj lige, pavarësisht përpjekjeve të vullnetit të mirë nga të 2 shtetet. Gjithsesi këtë edicion u zhvillua në formën e një sezoni të rregullt me 2 grupe, ku krahas këtij grupi normalisht zhvillohen edhe ndeshjet e grupit B, aty ku bëjnë pjesë Golden Eagle Ylli, Sigal Prishtina, Vllaznia dhe Tirana. Skuadrat janë gatshme që ta nisin realisht këtë duel, duke marrë parasysh edhe formën edhe po themi avantazhin e terrenit vendas. Vllazimi do të cilësohet në një nuancë, një favorit i lehtë, mirë po që Beslidhja ka treguar që është një skuadër që ka kualitete dhe po synon këtë edicion të shkojë sa më larg në kompeticionin e Ligës Unike. Vllazimi realisht vije nga një humbje me Bashkimin në kuadër të Prokredit Superligës, pikërisht ndeshjen zhvilluar në këtë palestër ku ishin pa ndihmën e Jacob Helms, i cili është një herët edhe këshilluesi më i miri i Prokredit Superligës së Kosovës. Ishte i suspenduar për një takim pas fjalëve të drejtuara ndaj gjyqtarëve në ndeshjen ndaj Pejes, ku pati disa situata diskutabile. Gjithsesi, shohim gjambollin. Skuadra e vllazimit që do të nisë aksionin e para. Është Helms që tenton shkojë vetëm, mirë po nuk arrin të ja dal. Skuadra e Beslidhjes tashmë me aksionin. Marvin Prodani kombinon në afërsi me Hysan.
Provon Wikis. Ka rinë të realizoj pengohet nga Jason Gjitobo. Azemi. E ka umbër topin gjatë driblimit. Vjedh Eldi Hysa. Topin në qendër të Hajdari. Provon me tabel, nuk shënon. Një tjetër shans për Wikis. Pasimi i tij gabuar drejt Polloshkës, nuk e kontrollon dot Jericho Helms. Ja. Start pa momentet të plotë nga lojtarët e vllazimit. Paulohet. Në anën tjetër. Merciless Garrick. I cili do t'jetë në vijën e të lirave. Në ekzekutimin e 2 gjuajtjeve. Do t'jetë Merciless Garrick. Ka rinë qëlloj gjuajtën e parë. Dhe pa pikë në këto faza fillestare të lojës. Analizon të dytën. Avantajin e parë ka skuadra Beslidjes. Azemi. Helms faulohet nga Hysa. Topi që do të nisë anash. Trey Anderson. Azemi. E për një me Hajdarin. Pasimit e Polloshka. Gjuan për 3, nuk realizon. Ribaundi është për Wikis. Topi vjedhur nga Polloshka. Super lexim i lojës. Helms. Mesin e dy lojtarëve është devijuar, topi bllokohet në situatën e dytë, nuk shënon në tretën. Wikis që kërkon që ritmi të qetësohet pas këtij topi të kthyer. Prodani. Pasimi anash, provohet treshja. Nuk ka shënim, faulohet gjithsesi. Hajdari në tentimin e tij për 3 nga Gjitobo. Këtë pra 3 ekzekutime për numrin 11. Gjersidu Hajdari. Realizohet kjo gjuajtje e parë. E lirë, kujtojmë që pra dhe sfida bashkimit e UTA. Tjetë ndeshje që përshullohet në një kohë realisht. Azemi. Avantajit 3-0. Helms. Një tjetër Azemi. Një Eurostep, provon me tabel, nuk shënon, i pa fat. Për i gjithë shkamit të rritë e finalizimi. Prodani gabon e pasimin e ti, tjetër të pivjedhur nga Polloshka. Helms. Gjitobo. Në pjesa lyrë, shënon, pikët e para nga loja hapur. Dhe të dy skuadrat i shënon Jason Gjitobo. Garrick. Gjuajtja ti për 3. Përfundon me shënim. Wikis. E ka umër topin gjatë driblimit. Mbrojtje mire Gjitobo. Azemi. Koridori është i lirë. Faulohet nga Prodani. 2 tira për Azemin. Në njërë situata e favorshme e ti. Gjithsesi marvin Prodani që shkakton faulin.
Pati një paraqitje shumë mirë në sfidën ndaj Bashkimit. Në humbjen 61-67. Arjan Azemi, 13 pikë, 8 rebounde dhe 7 asistime. Në lojë të përgjithshme në të gjitha anët. Realizon të dyja për përsinë e parë të vllazimit. Hysa. Topi anashte, Prodani nuk arrin ta pranoj pasimin e Garrick. Azemi. Helms. Lirohet mendimin e Gjitobo. Bobon Helms. Nuk realizon. Po të vijot në duart e Prodanit, mbrojtje shkëlqyer nga Helms. Pati faul ndaj Prodanit. Pak kënaqur me këtë faul. Në stafi vllazimit kemi tashmë edhe faulin në sulm nga Wikis. Azemi. Interesante që vllazimi gjatë këtij sezoni është të dhëshur nga 2 playmaker vendor. Ja Poloshka për 3. Nuk realizon. Garrick. Otollohet, shkon në pjesën e nënkoshit, nuk shënon. Hysa për 3. Nuk realizon asaj. Poloshka nis aksionin në tranzicion. Pasimi për Trey Anderson. E pati shansin, nuk e mbylli mirë me tabel. Hysa. I vetëm të letkoshit blokohet nga Gjitobo. I cili i thoti jo me sinjalizim. Të madrohen Bryant Bernard dhe Vincent Grashdani në lojë të skuadra Beslidjes. Garrick. Provon përsëri në reverse. Edhe një tjetër blokade Gjitobo. Edhe një blokada e Jason Gjitobo që nga fillimi i sezonit me skuadrën e vllazimit. Provohet presha nga Brian Bernard. Nuk ka shënim. Poloshka. Pasimi mjaft i mirë te Helms. Lëvizje mashtruese e tij. Provon treshën Jericho Helms. I pa fat. Bernard. Garrick. Lëvizje mira shmang Helmsin dhe me një teardrop realizon edhe mbi Gjitobon, i cili tentoi ta bllokonte. Azemi. Simjonash, Anderson për 3, Shon. Nga via bazë. Për të rikthyer avantazhin. Për 5-7. Grashdani. Bernard. Të kuadrohet në lojë Ati Koshi, ullet Jericho Helms. Garrick. Hysa. Hajdari. Insiston nuk e gjen hapësirën. Hysa. Dhe e mire Azemit. Humbet topi nga Hysa.
katër aksionet e fundit me një mbrojtje shumë mirë skuadra Vllazimit. Azemi. Pasimit e Anderson. Kërkon me njerë Gjitobo në pjesën e lyer. Provon me tabel mbi Grashdanin. Arrin të shënoj. Por 5-9. Brian Bernard. Provon në gjysmë distancë i sakt. Duke të parat e tij. Por 7-9. Një lojë pak më të rrjedhshme se sa fillimi i ndeshjes, ishte më ngadalt. Azemi. Anderson dhe Kushi. Provon Tresha, shënon edhe aty Kushi. 2 Tresha në këto aksionet e fundit nga skuadra Vllazimit. Hysa. Provon në ballore, për kundërpërgjigje nuk e gjen. Azemi që nis aksionin. Pasimi shumë i mirë për Trey Anderson. Fantastike mënyra se si Vllazimi shkëputet në pak minuta me ritmin e duhur të lojës për të dyfishuar tashmë avantazhin e saj në 14-7. Sa kemi time outin e parë nga trajneri Afrin Bilali. Still on the drop, but communicating defense, okay? And if this guy 23 go out of the screen, okay, in the screen like this, so somebody who's guarding the ball a little bit late, I'd rather, show key a little bit higher so he don't have this kind of shot. Two Americans, 4 and 23. Shtatë 14 rezultatin këto minuta deri më tani kanë mbetur edhe 3 minuta e 3 sekonda, për shemb statistikat. Vllazimi me këto 2 Tresha arriti të nisë këtë iniciativë për të shkëputur në rezultat. Do ta shohim se sa do lejoj Beslidja që të krijohet kjo distancë mes tyre. Shumë në rëndësishëm normalisht që i parë në mënyrën se si skuadrat e nisin takimin. Brian Bernard. Hysa. Provon të depërtoj Ajdari. Në fakt ishte lojtari me numër 13, Lian Alimani, sapo inkuadruar. Se u faulua Grashdani nga Gjitobo. Realizon këto gjuetit e lira. Anderson. Provon depërtimin mjaft mirë me tabel. Realizon përsëri Trey Anderson. Më i miri deri më tani sa përket shënimit. 28 pikë shënoi edhe ndaj Bashkimit me 11 kërcime. Grashdani provon në huk. Nuk realizon. Në shansën e dytë. Përmirëson veten teksa mbetur i lënduar Gjitobo. Azemi. Pasimi edhe një tjetër për Trey Anderson. Super asistim nga Arjan Azemi. Hysa. Step back provon Tresha, nuk realizon. Sinani që merr kërcimin. Bernard e lezon pasimin e Azemit, i cili e rikthen me topin e vjedhur. Pasimi për Sinanin, nuk ka shënim.
2 të lira për Arber Sinanin. Do tullet Gjitobo. Antoine Walker rikthehet, ullet edhe Azemi për të lënë vendin për Poloshkën. Një paraqitje shumë e mire Ariana Azemit. Deri më tani 2 pikë, 2 rebound, 3 asistime. Dhe dihet arma ati më e fort për të vjedhur topa të cilën e realizojnë aksionin e fundit. Analizon Sinani 2 gjuetet e lira për 11-20. Bernard Hysa. Depërtimi ti, pasimi shumë i mirë. Anash për Joshua Engel. Shënon Walker në anën tjetër faulohet. Tjetër faul nga Grashdani. Nuk e shënon të gjuhet e lirë Walker. As në dytën nuk të regohet i sakt. Lufton Sinani për kërcimin dhe topin e kthyer, e fiton Walker. Dhe tjetër top për Arber Sinanin. E sulmon Koshin për një ngulitje mbi kundërshtarin, gjithsesi nuk ja del dot. Kundërzbritja Angle bllokohet nga Antoine Walker. Protestohet tek gjyqtari nga stafi Beslidhjes për një faul në Angle. Kombinimi me Wikis, realizon me tabel. Poloshka. Walker. Koshi. Gjuan për 3. Nuk realizon Walker. Pasimi për Helms. Koshi, sa bukur aksioni. Nuk e lëshoj ashtu siç duhet topin. Vetë pa pikë vllazimi edhe në këtë aksion faulohet. Bernard. Me Sinanin që pavarësisht faulit e bllokoi. Kjo siç duket nuk i pëlqeu Brian Bernardit. Si mendua 2 herë ta shtyente. They make a free throw time off. Realizon gjuetën e parë, nëse shënohet edhe dyta do të jetë time-out për vllazimin, kështu e ka kërkuar kryetrajneri Sharin. Një time-out. Skuadrën e vllazimit Beslidha me një ecuri 4-0 nga 11-20. Realizon 2 aksionet e fundit. Dhe ngushton avantazhin e vllazimit në vetëm 5 pikë.
Nisë aksioni i vllazimit, nga aksionet e fundit në çerkun e parë. Poloshka. Tenton shkoj vetëm. Nuk do të realizoj. Helms nuk e vjedh do topi nga duart e Bernard. Departimi shumë i mirë. Në pikën e radhës të beslidhjes. Realizoi Alimani. Poloshka. Pasimi te Helms. Ka baseline-i. Sharon! Çfarë treshe nga Jerry Cole Helms. Në sekondat e fundit të çerekut të parë. Asistimi shumë i bukur nga Poloshka për ta dërguar avantazhin në 6 pikë skuadra e vllazimit. Ne kthehemi pasi pauzës së shkurtër. Nën pikë nga Trey Anderson si lojtari më efikas të skuadra vllazimit në çerekun e parë. Nga 4 pikë Bernard dhe Grashdani të skuadra e beslidhjes. Hey, be ready on blue, Nathan. Be ready on blue. Aksionin e nis beslidhja në nisën e këtij çereku të dytë. Garrick. Angle provon për 3. Nuk shënon. Weekis. Shkel BV, Antoine Walker. Broken defense, be ready to switch. Alimani. Bernard. Ndihmohet në screen, provon për 2, shënon. Brian Bernard. Helms, e kthyer topin mbrapsht te Poloshka, pasi kishte kaluar gjysmën. Një gabim amatoresk ky, një top i humbur, apo më mirë thënë i falur për kundërshtarin. Bernard. Angle. Alimani për 3, nuk shënon. Topi në duart e Koshit. Poloshka shërbyer, përsëri Koshi. Faulohet Walker. Fauli i Alimanit. Walker. Helms. Topi në thellësi, Walker shërbyer, mjaft mirë realizon.
Bernard. Falli nga Walker te Wikis. Garrick. Ja për një me Poloshkën, Garrick. Nuk realizon Walker. Pasimi te Helms. Bokor i reziston në 2 fërkimeve fizike për ta lëshuar topin sakt në cakun e dur. Bernard. Provon për 3. Nuk realizon Wikis. Se merë kërcimin dhe asistimi mjaft i mirë për Engel. Që realizon në kosh. Për 21-27. Poloshka. Walker. Koshi. Gjuan për 3. Air ball. Gjojeti shumë dobët kapiteni vllazimit. Alimani në euro. Step sa bukur. Është fauluar nga Walker. Të lira për Alimanin. Qëllon gjuetin e parë. Poloshka. Presin i lartë i skuadrës së Beslidjes, lirohet mirë Helms. Kombinimi me Sinanin, Helms nën kosh me tabel. Shënon pikët e radhës. Bernard. Provon për 2 i sakt nga i pozicion. Gjatë kësaj pjesë të parë. Kastet i mirë i Brian Bernard. Helms. Tentohet pasimi për te. Walker e ka devijuar Wikis. O luhet Bernard nga Poloshka. Do të kemi rishikim të situatës nga trajneri Bilali. Nuk pati ndonjë intensi sportive nga Poloshka. Ishte një vendim shpejt i marrë nga gjyqtarët. Brian Bernard. Engel. Garrick. Me crossover, Samir. E së nën kushin. Nuk realizon as Wikis. Helms, pasimi për Trey Anderson. Me tabel mbi Alimanin. Për ta rikthyer avantazhin e 6 pikëve. Garrick. Blokon nga Sinani. Nga përmirësimin e kolegut për kujdeset Wikis. Helms. Provoj në distancë shkurtër, nuk shënon.
Bernard. Insiston B. Walker, nuk realizon edhe tentativa Wikis. 3-2. Faulohet, pikët pranohen. Antoine Walker. Brian Bernard. Angle. Bernard, faulohet. Trey Anderson. Pak knasi nga shtabi i Beslidhjes. Një konfrontim verbal me disa tifoz. Realizon Bernard. Box out, box out. Du ekzekutimit të sakta. Azemi. Helms. Walker. Ka humbur topin, i pakujdesshëm. Dhe me këm nga Antoine Walker. Pak kënaqur me këtë vendim edhe stafi i vllazimit. Angle. Garrick. Koman depërtimin. No, wait, no. No. Kemi challenge edhe nga kryetrajneri i vllazimit, veçanërisht se ky top i dha Beslidhjes. Gjyqtarët do ta rishikojnë. Sinani, you touch it. Këtë topi për vllaznimin, se përkja e fundit nga Garrick. Azemi. Helms. Azemi për Walker. Vizmien nga pjesa e lirë, Antoine Walker nuk shënon. Bryant Bernard. Ale pak sa topin pas gjithsesi. Ruan kontrollin. Wikis. Pasimi te Angle. Angle. E përdor tabelën Shannon. 31-34 afrohet në vetëm një aksion skuadra Beslidhjes. Helms. Shoni vetëm faulohet. Dy tira do t'jenë për Helms.
në vendin e tij Gjitobo. Kthehen në lojë edhe Grashdani, po ashtu edhe Hysa. Ulen Garrick dhe Alimani. Përveç Hysës edhe Hajdari bashkohet me karvanin e të inkuadruarve. Arizon zgjuetën e parë Helms. Hysa. Angle. Në pranim gjuajtje për 3, Shannon. (34, 36). Gjitobo. Anderson. Azemi. Bukur me crossover. Azemi të Gjitobo. Azemi nuk gjuan. Helms. E sërmon kushin i vetëm, nuk shënon Grashdani. Merë topin e kthyer mundësi shumë e mirë për beslidhjen. Mirë po, super top i vjetur nga Azemi. 4-1 situata. Shkani vetëm Anderson. Realizon pikët pranohen. Dhe ekstra gjuajtje e lirë. E pa të arsyeshme që të mos kombinante dhe i doli mbar ideja Trey Andersonit. Nuk shënon gjithsesi gjuajtjen e lirë. Prodani. Hajdari. Hysa. Grashdani që provon nga distanca shkurtër, nuk ka shënim, ka faul nga Hajdari. Liberon me njerë 2 gjuajtjet e lira tashmë me numrin e plotësuar të fauleve nga të 2 skuadrat. Arizon Helms. Prodani. Take him in, take him in. Hysa. Të treshja. Jo e sakt. Helms. Pari shpejt Poloshka. Helms. Edhe një tjetër Don Poloshka. Nuk realizon. Shtel vijen. Joshua Angle. Edhe njerë. Kemi time out. Shumë dhe njerë disa prej aksioneve më të mira të fundit. Oh no, sorry. Okay.
are 6 points, we are on bonus, so don't make stupid fouls now. Okay? Touch Be space, smart. guys. Touch space. Now try to attack, kick out. Okay? If we attack on our space and we have one player coming back, turn, shoot the ball. Is that clear? Hey, roll and seal down, try to play inside game, man. He's soft. Come on, guys, come on. Rikthehemi me aksionin që nis nga via bazë. Poloshka ka bërë në pasimin e tij e vjedh Hysa. Nisët i vetëm, topi prapa Shpines që i gabuar Azemi, nuk ka mbështetje. Dos të dali jashtë Anderson për 3 Shannon. Trey Anderson. Pauli Poloshkës. 2 lira do t'jenë për kundërshtarin, 34-42. Avantazhi 8 pikeve për skuadrën e vllazimit. Anderson shumë i shpejt. Zgjidhet bukur nga vllazimi. Shpërmisuar rezultati ka qenë 3 pra Anderson. Është 36-45. Grazdani blokohet në Trey Anderson. Blokada 6 në total e skuadrës së vllazimit. 3 ka vetëm Gjitobo. Ishte para për Anderson, Sinani një dhe Walker një. Hysa. Përdor tabelën dhe Alizon. Poloshka. Azemi. Topi jashtë, sa bukur e shërben Andersonin. Pa fat, Gjitobo gjithsesi. Topën e kthyer në sulm. Në faulin 2 lira do t'jenë. Jason Gjitobo. Ka pest për Gjitobo. Zonë të dyja Garrick. Do të rikthehet në lojë ullet. Angle. Të skuadra Beslidhjes. Prodani. Gjuan për 3 nuk shënon, Wikis që merë kërcimin Garrick. Kështë do tjetë përsëri për Beslidhjen, në cila pa Bernardin në fazën ofenzive, ku ka të lashe të gjej rrugën drejt pikëve. Wikis është devijuar topi. Ka luajtur i fundit në fakt vet Qendra Wikis. Azemi. Kushi. Pasimi për Anderson. Tentimi për 2 nuk shënon. Garrick. Gjuan për 3, jo i sakt.
Hajdari. Një tjetër Garrick. Hajdari blokohet nga Gjitobo. Wikis. Do të jenë 2 të lira. Në ndër me tani avantazhi i vllazimit ka mbetur edhe 1 minutë e 2 sekonda. Hey, we go B1, B1, B1. Box out. B1, hey, B1. Azemi. Amon për 3 nuk shënon. Garrick. Gjuna edhe ai për 2 nuk realizon. Kushi e kontrollon. Nuk e ka me nxitim Poloshka. Azemi. Gjuan për 3. Hapësirën ballë Kushit nuk shënon. Aksioni i fundit do të jetë i plot për skuadrën e Beslidhjes. Gjithsesi nuk lejohet shfrytëzohet ky aksion ofensiv, ka shkaktuar faul Atik Kushi. 2 të lira për Hajdarin. Box out, hey, box out. And spread out. We got 13 seconds. Poloshka. Pasimit e Helms. Kushi. Mbyllet hapësira. Azemi. Duhet Gjuaj Anderson në sekondat e fundit. Nuk realizon. Mbyllet kështu pjesa e parë në Shaninushi në Gjakov. 39-47 avantazhi për skuadrën e vllazimit, e cila e fitoi këtë pjesë të parë me një avantazh solid. Do të rikthehemi pasi pauze prej 15 minutave.